Disa individi janë aq misterios sa që mendimet dhe ndjenjat e tyre janë pothuajse të pamundura për të kuptuar. Ata mund të duken të qetë të rezervuar, ndërsa të tjerët mund të jenë të hapur, por duket se fshehin diçka në sipërfaqe që askush nuk mund ta shohë. Ata nuk e zbulojnë veten lehtë. Rrallë flasin për gjithçka që kanë në mendje dhe shpesh mbajnë distancë, madje edhe nga ata që janë afër tyre. Është kjo errësirë që i bën ata intrigues, por edhe sfidues për të kuptuar. Në astrologji, një mister i tyre shoqërohet më shpesh me këto shenjat e zodiakut. Akrepi. Akrepët janë ndoshta shenja më misterioze e zodiakut. Ata rrallë flasin për veten e tyre dhe kur e bëjnë këtë i zgjidhin fjalët me kujdes. U pëlqen të vëzhgojnë të tjerët, të analizojnë dhe të nxjerrin përfundime, ndërsa i mbajnë mendimet e tyre të mbyllura. Edhe kur janë të lënduar ose të zëmëruar, shpesh nuk e tregojnë hapur. Heshtja e tyre mund të jetë më e fuqishme se çdo shpërthim emocionesh. Pikërisht, për këtë arsye njerëzit shpesh nuk e dinë se çfarë mendojnë ose ndjejnë vërtet akrepët. Bricjapi. Bricjapët duken serioz, të distancuar dhe të kontrolluar, gjë që bën të vështirë leximin e emocioneve të tyre. Ata nuk pëlqejnë të tregojnë cënëshmërinë dhe rrallë ndajnë problemet personale, madje as me ata që janë afër tyre. Ata mund të duken të ftohtë nga jashtë, por pas kësaj shpesh fshihet një nevojë për të mbrojtur veten nga zhgënjimi. Misteri i tyre rrjedh nga zakoni për të mbajtur gjithçka në kontroll, përfshirë dhe emocionet e tyre. Ujori. Ujorët janë të pakapshëm dhe shpesh duket se jetojnë në botën e tyre. Ata mund të jenë të shoqërueshëm dhe komunikues, por rrallë zbulojnë anën e tyre të vërtetë emocionale. Ata janë veçanërisht të vështirë për të lexuar sepse nuk reagojnë si shumica e njerëzve, ndërsa të tjerët shprehin emocionet e tyre me dhunë. Ujorët mbeten të qetë dhe racional, gjë që shpesh i ngatron ata përreth tyre. Është kjo distancë që i bën ata një nga shenjat më misterioze. Peshqit. Peshqit mund të duken të hapur dhe të butë në shikim të parë, por bota e tyre e brendshme mbetet e pakuptueshme. Ata shpesh flasin për problemet e të tjerëve, i dëgjojnë të tjerët dhe simpatizojnë, ndërsa i mbajnë mendimet dhe ndjenjat e tyre për veten. Misteri i tyre vjen nga një imagjinat e pasur dhe emocione të thella që është e vështirë të shprehen me fjalë. Njerëzit shpesh mendojnë se i kuptojnë, por në fakt shohin vetëm një pjesë të vogël të asaj që peshqit përjetojnë vërtet. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.